ofroj një program, një format vetëm për ju. Cili do ishte ajo, çfarë lloj formati do ishte dhe pse do e bëja? Doja shumë të kisha në dorë një late night show, ku t'ishte edhe pak në formë spektakli, e jo personi që pyet dikë dhe bën humor dhe arkton me këtë, por edhe që të kërcej dhe që të këndoj dhe të imitoj apo të ketë të gjitha aftësitë aktoriale të vëna në punë atje në atë emision. Kështu që kjo do t'ishte një emision që do t'a kisha shumë për zemër. Kam do plane që nuk mund t'i zbuloj që tani, dhe jam akoma në proces, por gjithsesi kjo puna e të prezantuarit ka qenë tangent, ka qenë plotësuese, edhe pse ndonjëherë ka zonë vendin kryesor në jetën time. Përsëri unë nuk i ndajm dot muzikës dhe edhe pse jam këngëtare që prodhoj pak, dua që ato prodhimet të jenë të sakta dhe i mendoj shumë mirë para se t'i nxjerr. Në fillim të karrierës jeni bërë njohur edhe si aktore humori. A ka qenë ndonjëherë aktrimi betej, po them kështu për ju? A e ke shfrytzuar ndonjëherë ndonjë rol për të shfryrë diçka ose për të thënë diçka që Neda në kushte normale nuk do e kishte thënë? Po. Ka qenë një rol i një kokete, i një vajze të përkthjelur që donte të shkelte rregullat dhe donte të bënte plazh në kohën e pandemisë. Ka qenë një rol shumë i bukur që unë do t'ja u tregoj dhe ndoshta e bëni me pamje filmike e ilustroni, sepse është një rol që më pëlqen shumë. E aty kam, si të thuash, kritikuar në thonjza këto vajzat e përkëdhelura që s'jetojnë fare me situatën, që duan të bëjnë atë që duan ato, që nuk ju mungon gjë, as paraja dhe as bukuria patjetër, po që në këtë Shqipërinë tonë dhe në Kosovën tonë janë të tepruara, sepse 70% e njerëzve janë njerëz të thjeshtë, njerëz që vajzat mira dhe të bukura prej natyrës që punojnë dhe jetojnë me djersën e tyre. Nëse do të thërrasin sërish në ndonjë format televiziv se aktore humore, do e bëja? Me shumë kënaqësi, gjithmonë, me shumë kënaqësi. E Neda shpeshherë thuhet që televizionet janë më shumë show se sa thelb. Çfarë mendimi e keni për këtë dhe sa kemi vlera sot në televizionet qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë? Jo gjithmonë. Ka televizione që janë thelb, që edukojnë. Ka do televizione që kanë marrë një rrjedh tjetër që shikon vetëm zënje, sharje, fyerje, ofendime. Edhe kur flas për televizione, ndoshta emisione caktuara, por unë e kam gjetur veten duke u bërë kurioze për çfarë ndodhi me këta të dy quzu. Duke parë për shembull Jozin si ra më shpull gjestit. Kur fol, unë se kisha parë akoma dhe me njëherë gjeta veten duke bërë kurioze si ka mundësi. Pra ja që dhe ne na pëlqej kjo gjë, pavarësisht se kritikojmë dhe nuk du me e pak të në televizion. Se mendon që janë pikërisht këto formate të tilla që po kanë vëmendje më shumë, qoftë në rrjetet sociale, qoftë po komentuar nga njerëzit më shumë? Sepse jeta është shumë intensive, është shumë e shpejtë dhe njerëzit nuk duan të shohin gjëra të lodhshme. Edhe sa të shikojnë 2 orë politik me gjëra të pavlera që njerëzit i kanë zhgënjyer, më mirë shikojnë një histori reale, normale të dy njerëzve që ndoshta ata shikojnë veten atje brenda, kështu që është për shkak të jetës, për shkak të vrullit saj. Ose kur lexon një libër tani, e merr një libër tani, për ton të lexosh gjithë ato përshkrime që ndodhin, sepse informacioni që merr ti shpejt e shpejt në telefon është shumë më i kollajt, shumë më i shpejt dhe për ton të lexosh, të gjithë librat të duken boring, të duken të mërzitshëm, duhet mezi shtyhen. Pra është jeta e tillë, nuk i shmangemi dot kësaj gjëje. Sado që ne të mundohemi të rrim, të jetojmë siç kanë jetuar parët tanë, nuk bëhet. Ka diçka më të shpejtë dhe më të fortë se ne. Ne lindëm në këtë kohë dhe do jetojmë me kohën. Si thon shprehja, ec me kohën. Edhe keni përmendur që një periudhë të caktuar të jetës, keni përjetuar një gjendje emocionale që në atë kohë nuk e ke kuptuar, por nëse mund ta themi një depresion të lehtë. Është vërtet. Tregom se e ke përjetuar atë, edhe